Unë personalisht me zotin Ademi asnjëherë nuk do t'ulim, por arsye se mu më ka fy me telefon, edhe i ka fshije ato telefonatët e veta mu ju tregue, i ka fshi me njëherë se mu më ka fy, më ka kërcnu, edhe aje ka hup çdo kredibilitet mu ul me mu. Në intervistën për Opinion, Valon Ademi tregoi momentin kyç kur u thyen përfundimisht marrëdhëniet e tij me Behxhet Paçollin. Sipas tij, gjithçka ndodhi në maj të këtij viti, gjatë një projekti në Bengazi, Libi. Ademi rrëfeu se aty kuptoi diçka të madhe, pasi Paçolli kishte telefonuar personin e tij në Libi duke i kërkuar që ta largonte nga kompania. Për të, ky ishte sinjali i parë se diçka nuk shkonte dhe se pas kraheve të tij po merrnin formë skenar të fshat. Ai kujtoi edhe momentet më personale, kur e kishte vizituar Paçollin të sëmur në Lugano. Çau 2 orë në makinë duke thënë se të gjithë i bëjnë padrejtësi dhe unë e besoja, tha Ademi. Përplasja tashmë ka përfunduar në prokurorinë e Tiranës. Të dy e kanë kallëzuar njëri tjetrin, Paçolli për mashtrim, Ademi për vjedhje. Prandaj, siç shprehet hapur Ademi, nga prokuroria ose duhet të shkoj unë në burg si hajdut ose ai si mashtrues. Ai pranon se një marrëdhënie e re mund të ishte e mundur, por përjashton çdo bashkëpunim me entitetin e diskutueshëm Compartment Bernina, të cilin e sheh si pjesë të problemit. Në intervistë, Ademi foli edhe për largimin e aksionerëve turq, të cilët sipas tij nuk donin të investonin, megjithse pretendimet e Pakollit të thonin se ata kishin marrë 3 milion euro. Ademi ngul këmbë se dokumentet tregojnë tjetër gjë dhe se në vitin 2021 askush nuk pranonte të investonte në projekt. Ai theksoi se vetë ka mbuluar garancinë e kontratës dhe ka hedhur miliona në infrastrukturën e pistës, ndërsa akuzon Pakollin se ka shitur aeroportin përmes një kontrate që e quan marrje me dhunë. Shitja është bërë. O vëlla, e ka shitur aeroportin, u shpreh Ademi, duke paralajmëruar se pas skemës mund të fshihen palë të panjohura, madje duke hedhur dyshime edhe për lidhje të mundshme të huaja.